Kjo është Hedia Qahushi, 82 vjeçaria, jeton prej mbi 7 vitesh në shtëpinë të moshuarve në Shkodër. Ajo bën apel ndaj të rinjve që të mos braktisin prindërit për shkak të emigracionit. 82 vjeçaria thotë se kujdesi duhet jetë më i madh. Duhet të mos i lënë vetëm, të marrin pranë, tash i ke ashtu ky emigracioni. Sa dëgjo, unë kam pa të fëmijë ime, edhe këto, janë me fëmijë. Shkojnë për 3 muaj, ma par vinë të se sa rinë aty. Sa di lënë vetëm. Edhe kur vinë një mërë puna, se nuk i majnë si trajtojnë. Duhet që prindërit që majnë, mas të lëshojnë. Në emigracion, ta gjenë mundësin. Për prindë kujdesi duhet i fjetë, që jenë afër prindë. Madje ajo thekson se ka raste që familjarët nuk kujtojnë për të afërmit e tyre as kur ndërrojnë jetë pranë shtëpisë të moshuarve në Shkodër. Janë të i lanë, janë të i braktisë, të vinë plot. Edhe kur varasin ka që janë të nuk i marrin. S'ka ma të merë, se unë jam rritë me fejtë gjomia plumbit. Sipas saj ka ndryshuar shumë kohët për sa i përket për kujdesis ndaj prindërve. Ja, ka ndryshuar shumë, nuk ka si dikur. Unë më ka taku se baba ka bite që më ka vdek, edhe nana pa ba 20 vjetë, po kena qenë bashkum, kena shku për dit me i pa. Në spital, kur kishim nevojë, rishim të koka, i rishim, nërshim shumë të shjakë, nërshim. Që si edhe në këto, ju që i mongon shërbimi, ku qëtë mi, i gjek zemra pak. Nuk ka se dikur kur, se unë kam pa vite, dekada. Pranë shtëpisë të moshuarve në Shkodër banojnë 65 persona, as sa dhe kapaciteti pranë kësaj shtëpie, ndërkohë kërkesat janë në rritje vit pas viti.